Përshëndetje të dashur nxënës, sot me ju është mësimdhënësja Rabi Osmani. Për ju sot kam përgatit një orë nga lënda e gjuhës shqipe, nësia mësimore gramatik pra fjalia. Në fillim të orës do të njoftoheni me qëllimet mësimore që duhet të arrihen. Në fund të orës së mësimit, nxënësi duhet të jetë i aftë, të dalloj që fjalia përbëhet nga disa fjalë, të gjikoj për situata të ndryshme dhe fjali të dhëna, të rregulloj dhe vendos siç duhet fjalët e një fjalie. Të krijoj dhe të luaj me etiketa fjalësh. Pra, të përsërisim, kujtojmë. Teksti përbëhet nga disa fjali, pra 2 e më tepër fjali formojshin një tekst. Fjalit lidhen me njëra tjetrën sipas kuptimit, pra duhet të keni kujdes, fjalit të lidhni sipas kuptimit. Tani të lexojmë disa fjali. Arbëri është nxënës. Sa fjalë ka në këtë fjali? Arbëri është nxënës. Pra kemi 3 fjalë. Lexojmë fjalin tjetër. Libri na mëson gjëra të mira. Sa fjalë ka në këtë fjali? Libri na mëson gjëra të mira. Pra kemi 2, 4, 6 fjalë. Tani të mësojmë. Fjalia përbëhet nga disa fjalë. Fjalët lidhen me njëra tjetrën sipas kuptimit. Fjalia përbëhet prej 2 a më shumë fjalësh. Çka quhet fjali? Fjali quhet një mendim i caktuar i shprehur me gojë ose me shkrim. Për shembull, Trimi pikturon. Pra kemi 2 fjalë që formojnë një fjali. Tringa dëshiron të bëhet pilote. Këtu kemi 2 e më shumë fjalë, pra dhe formojnë një fjali me kuptim. Tani do t'ju kisha lutur që në përshpijat tuaja të thoni një fjali. Besoj se e keni thënë. Fjalia, çdo herë fjalit pra fillojnë me shkronjë të madhe. Gjithmonë, fjalit fillojnë me shkronjë të madhe. Çdo fjali mbaron me shenjë të pikëzimit. Pra me pik, pik pyetje, pik çuditëse. Çdo fjali duhet të ketë kuptim. Nëse fjalët i radisim drejt në fjali, fjalia duhet të ketë kuptim. Pra e përsërisim edhe një herë. Nëse fjalët i radisim drejt në fjali, fjalia duhet të ketë kuptim. Tani paraqesim 2 shembuj. Fjalinë me kuptim do të vendosni tik, fjalinë pa kuptim do të vendosni x. Lexojmë së bashku. Perimet janë të mira për shëndetin. Shëndetin janë të mira perimet. Lexojmë edhe një herë. Perimet janë të mira për shëndetin. Shëndetin janë të mira perimet. Cila nga këta 2 fjali është fjali me kuptim? Dhe cila tingëlloj bukur, fjalia që është e lidhur me kuptim, si duhet, pra tingëllon edhe bukur. Besoj se e keni gjetur, e lexojmë së bashku. Perimet janë të mira për shëndetin. Tani, shikoni se si lidhen fjalët e kësaj fjalie nëpërmjet trenit të fjalëve. A janë të vendosur mirë fjalët? Po lokomotiva dhe vagonët të lexojmë. Pra, çfarë kemi në çdo vagon? Çfarë fjale? Anika është nxënëse në klasën e 3. A janë të vendosur mirë fjalët?
Po pra janë të vendosur mirë fjalët në vagonet e tyre. Po lokomotiva dhe vagonët. Lokomotiva. Edhe lokomotiva është e vendosur mirë sepse fjalët janë të raditura që fjalia të ketë kuptim. Anika është nxënëse në klasën e tretë. Tani të lexojmë shembullin tjetër. Tani vështroni figurat tjera. Ka kuptim kjo figurë? Nxënëse Anika klasën është e tretë në. Lexojmë edhe një herë. Nxënëse Anika klasën është e tretë në. Ka kuptim kjo figurë pra? Pse? Pra këto fjalë nuk janë të lidhura me njëra tjetrën siç duhet dhe nuk kanë kuptim. Pyetja tjetër, a janë të vendosura mirë fjalët? Jo pra, fjalët nuk janë të vendosura siç duhet, po lokomotiva dhe vagonët, edhe ato nuk janë të vendosura në mënyrë të rregullt. Prandaj fjalia nuk ka kuptim. Tani hapni librat dhe punonja detyrën në fjalë. Formoni fjali duke i lidhur njëra tjetrën këto grupe fjalësh. Lexojmë së bashku. Lulja i ktheu kryet. Lulet e tjera, petlat e verdha, ajo është që nga ajo ditë. Dhe pjesa tjetër që duhet të lidhet me këtë pjesë të fjalisë, që fjalia të ketë kuptim, janë lulja e diellit, ulën kokën, lulet nuk tallen me të, nga dielli ndriçuan si kuror. Ta punojmë fjalinë e parë, e cila do të lidhet me këto fjali dhe të ketë kuptim. Lulja i ktheu kryet. Nga e kthen lulja kryet? Nga dielli. Lulet e tjera, atëherë lulet tjera, çka ndodh me to? Ulën kokën. Petlat e verdha ndriçuan si kuror. Pra petlat e verdha ndriçuan si kuror. Ajo është lulja e diellit apo lulet nuk u tallën me të? Ajo është lulja e diellit. Që nga ajo ditë lulet nuk tallen me të. Domethënë, këto janë përgjigjet e sakta. Tani kam përgatitur një quiz dhe të përsërisim materialin. Nëse përgjigjeni saktë në quizin që do ta shohim, atëherë keni përforcuar materialin. Teksti përbëhej nga disa fjalë. Në A, jo e saktë, në B, e saktë. Pra lexojmë edhe një herë, teksti përbëhej nga disa fjalë. Besoj se jeni përgjigjur. Jo e saktë, në A. Pra teksti nuk përbëhej nga disa fjalë, por nga disa fjali, dy e më tepër fjali. Pyetja e dytë. Nëse fjalët i radisim drejt në fjali, fjalia duhet të ketë kuptim. Në A e saktë, në B jo e saktë. Besoj se jeni përgjigjur. E saktë pra, nëse fjalët i radisim drejt në fjali, fjalia duhet të ketë kuptim. Pyetja e tretë. Fjali quhet. Fjalët të rënditura sipas dëshirës? Dhe në B, fjali quhet një mendim i caktuar, i shprehur me gojë ose me shkrim. Si mendoni, çka quhej fjali? Besoj se u është kujtuar se fjali quhet një mendim i caktuar, i shprehur me gojë ose me shkrim. Dhe pyetja e katërt, cila nga fjalit
ka kuptim. Lexojmë së bashku nën A. Dua dhe unë të bëhem, ari sepse mundem I suksesshëm. Dhe nën B, unë do të bëhem I suksesshëm, sepse mundem, dua dhe do të arri. Cila nga këto dy fjali tingëlloj bukur dhe kanë kuptim fjalet njëra me tjetër? Besoj se keni gjetur. Unë do të bëhem I suksesshëm, sepse mundem, dua dhe do të arri. Kjo duhet të jetë motoja e çdo nxënësi, e çdo njeriu që të arri aty ku dëshiron ai. Ju lumt pra, ishin nxënës të mrekullueshëm dhe të suksesshëm, sepse ju mundeni, dini dhe do të arrini. Detyrë shtëpie, të shkruani 5 fjali, të plotësoni detyrat nga libri. Pra do me thënë, me cilin do libër që të punoni, në libër keni për fjalin. Mirupafshim deri në mësimin e radhës.